Në kuadër të aktivitetit Java Olimpike Korça 2026, qyteti Korçës u përfshi këtë të premten në atmosferë festive sportive, ku 10 nxënës nga shkollat e qytetit marshuan me flakën olimpike drejt stadiumit Skënderbeu. Aktiviteti nisi në orën 9:30 pranë katedrales, ku nxënës të shkollave Themistokli Gërmenji, Ymer Dishnica, Naum Veqilargji, Nuçi Naçi, Asdreni, Naim Frashri, Ismail Qemali, Kolegji Platon dhe Tefta Tashko Koço nisën ecjen simbolike me flakën olimpike. Gjatë itinerarit, marshimit ju bashkuan edhe nxënës të shkollave Sevasti Qiriazi dhe Mësentoria e parë, si dhe të shkollave Stavri Themeli, Raqi Qirinxhi, Kolegji Prejka dhe Pandeli Cale. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe ikona atletikës shqiptare Pavlina Evro, kryetari i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, si dhe personalitetet të tjera të sportit dhe jetës publike. Këtë javë është java e Bashkisë së Korçës, ku ne duam të përfshijmë të gjithë vajzat dhe djemt të gjitha moshave që të përfshihen në lëvizjen olimpike, të merren sa më shumë me sport, sepse sporti vetëm të kalit vullnetin, të kalit karakterin, të edukon, të socializon dhe të jeni të sigurt që të bën më të mirin për veten tuaj, për familjet tuaja dhe për shoqërinë. Dua ta falenderoj me zemër Pavlinën për gjithë të organizim që ka bërë. Mund të them që në të gjitha aktivitetet që kanë vajtur në çdo qytet, ky është aktiviteti më i bukur që është realizuar deri tani, me pjesëmarrjen më të madhe të shkollave të Bashkisë Korçës. Aktivitetet vijuan në ambientet e stadiumit Skënderbeu, ku nxënësit treguan aftësitë e tyre në disiplina të ndryshme sportive, duke dhuruar emocione, energji dhe momente të bukura për të gjithë pjesëmarrësit. Java Olimpike Korça 2026 solli një mesazh të fortë për rëndësinë e sportit, bashkëpunimit dhe edukimit të brezit të ri përmes aktiviteteve olimpike.